ta nisi me zonjën Natasha, më trego pak për dasmën tënde, këto rritet dhe si niste dasma. Dasma ishte gëzimi gjithë fisit. Kur fejoj vajza, caktoj dhe koha kur do të martoj, jo data, se data mund të ndryshonte dhe që gjunaf, nuk ndëroj data. Po u fejova unë dhe u caktua që mbas një viti në korik, në 14 korik, do të martojmë Natashën. Dhe të gjithë prisnin të vinte 14 koriku që të bëj dasma. Dasëm tradicionale, dhe duke i patur njerëzit e babait në Vlorë dhe njerëzit e nënës në Tiranë, u bën afër 100 veta, dhe dasmat bëheshin në shtëpi. Në shtëpi, unë isha në një qytet të vogël dhe gjithë qyteti u bë hotel për të gjithë njerëzit. Edhe u hapë, u lirua gjithë shtëpia që të uleshin njerëzit për të bërë dasma. Fillonte që ditën e... Ditën e hënë fillonte dasma, bëj një buk me qiqer në familje dhe kush vinte për vizit, halla, tezja, nusja dajës, të gjithë sillnin në një buk me qiqer. Ishte tradit që sillej një buk me qiqer. Qa bëheshe kjo buka, pas të shpërndaheshe të këtë tjerët për të konsumuar në darkën e dasmës? Në dasëm, po ata. Kjo themun ka qenë një metodë ndihmëse për të njerëzit. Fillonte të hënën dhe caktoi që nga fisi një kryetari dasmës. Xhaxhai Math ose Daju, ai bashkë me baban tim që do të udhëhiqnin dhe do të drejtonin dasman. Basi filloi dasma, të enjte. Pra të hënën çfarë ndodhte? Të hënën apej paja e vajzës. Tregoj paja e vajzës dhe fillonte kënga. Dhe për të kënduar, caktoi një njeri që do të hapte, për shembull Xhaxhai Math këndonte bukur dhe i thanë që ti do të hapësh dasmën. Ndërkohë silleshin edhe orkestra në shtëpi? Jo, unë jam martu pa orkestër. Këndoi kënga lapçe simbas qefit dhe të tërë vendi tundej. Të gjithë këndonin, të tërë brorisnin. Shikueshe paja të hënën, filloheshin këndoheshin. Hapej paja në dhomë të mamase, atje s'kisha ku ta hapnin. Dhe do ta shikonin njerëzit, më shumë vinin vajzat, shoqet, halla, tezja. Një paj që kishte vite që përgatiteshe nga familja. Po, paja fillon dhe qashtu, po unë nuk kisha në një paj shumë të madhe, që të them që... Tani, më thej që këndoheshe kënglapshe, i bie keni respektuar traditat e nga Vlora. Po, me origjini kam nga Tepelena, nga Lekli dhe nga Peshtani babam, po zbritur në Vlorë dhe në Tiranë para lufte. Dhe ju respektuar këto tradita. Dhe ashtu këndonin. Për shembull, ta kaloj një çikës një pjesë. Kur kam dalun nga shtëpia, mamaja më ka kënduar. Moj Natash ballë benetike, ishe cup, u bëre mike. Ka përdzeve 2-3 shkallë, ishe cup, u bëre hall. Halla, do me thënë qasho. Tani, këto të bënin për të qartë këto këngët? Kam qartë. Se edhe qara ishte një lloj... Ajo vetë të qartë se është emocioni i martesës. Pra, do më thënë, nuset, qanin dhe qanin mirë, qanin mirë, nuk qanin se qenë të detyruara, po qante të dilte vetë ajo, se ti e jetoje atë që ti nuk do t'i ishe më vajzë bitë. Po edhe tekstet e këtyre këngëve të mallëngjenin pak. Ditën e enjte sillej fustani bardhë dhe merrej paja për të vajtur tek këdandri. Dhe mua më erdhi kunata që morën pajën dhe gjithmonë shoqëroj me një djalë të vogël. Brenda në paj, orizi, karamelet ka qenë traditë. Edhe që më sollën fustanin, edhe brenda në fustan kishte karamele dhe oriz. Ka qenë tradit. Orizi, karamelet ishin në çdo gjë. Pra të sollën fustanin e bardhë dhe të morën pajën tënde. Më sollën këpucët dhe gjerdanin për të vënë në qafë. Ishte rregulli. Kështu e sillte gjithmonë dhëndri, nga anët tona të paktën. Tani dhëndri vinte bashkë me familjarët e tij, nuk dukeshe fare dhëndri gjithë javën. Dhëndri ikte dhe të djelë, kur të vinte të merte të shikonte. Nuk duhet të shikonte as kur lyheshe, as kur visheshe, vetëm ditën e majës. Unë nuk jam lyer në atë kohë që jam martuar unë, përveç se ishte zakoni të bënin flokët permanent. Më mori mamaja më çoi në... Edhe më bëri flokët permanent. Nuk, vetëm të larë me ujë me sapun. Tani, erdhi dita e shtunë, po do të vinin krushqit, se edhe për caktimin numrit të krushqve ishte një detaj e rëndësishëm. Nuk vinin krushqë në darkë. Mund të vinte 1 ose 2 veta.
nga njerëzit e burit, jo më shumë se 3 veta që vinin, po jo dhëndri. Dhëndri vinte të dielën. Më kupton? Që shkonin 3 veta që njerëz nga të familje së vajzës. Numri duhet ishte tek. Tek. Kështu ka qenë gjithmonë. Edhe erdhi e diela, erdhi makina taksia, me brovoritjet, me atë entuziasmin. Të gjithë, dhe unë kam banur në një qytet të vogël, dhe nuk dieshin se kush ishin pjesëtarët e dasmës, dhe kush ishte gjithë qyteti. Gjithë qyteti aty. Dhe me erdhi më mori motra e burit, vëlla i burit, me një fëmijë të vogël, djalin Mipin. Djali që pastaj se ti ishin djema, siç ka qenë. Sillte një poçe me verë. Për këtë të them drejtën nuk di ta spjegoj pse e sillnin atë verën. Edhe dhëndri. Nusja ishte duke nusëruar, me fustanin që kishin sjellë dhe këpucët. Të tëra këngët, si që ishte zakoni. Ma këndoj një këngë, si që të këndonin aty që të ka, përveç asaj të Natashës të bëre hallë. Vetëm këtë disa bukur na ka dalë nusja, marshala, e bukur për bukurie, e të tjera. Tipike, duke s'kur është si e përbashkët e të gjithë. Po, kjo këngë. Kurse kur ka përgjeva shkallët, thash që kur nisa që ti ikja, ma këndoj mamaja këngën. A ti fillove dhe të qaje prapë, se aty ndashe me dhe deri sa zbret shkallët e shtëpis dhe del nga obori shtëpis, të shoqëron vëllai pjesëtar të familjes. Dhe aty e dorëzon vajzën, e thuat, u vaf të mbarë, të trashëgojni, jetë të lumtur dhe orizë dhe karamele. Dhe unë i hypa taksis dhe ika në Korçë. Ishte tradita, në qoftë se këmbeshin 2 nuse në rrugë, një taksi që vinte, një taksi që ikte, nuset shkëmbenin shamit e dorës. Të qëlloj ty, Natasha? Po, prandaj ne kam të fiksua. Qëndrojnë të 2 palët dhe nuset ndërojnë shamin e dorës. Po për çfarë arsye? Nuk e di. Nuk e di më. Kështu e kanë. Shkove më falë. Shkuat tek familja e burit? Kur vajta tek familja e burit, aty pa orkestër, s'kishte ardhur orkestra, me pak muzikë kështu. Për atë dhe hyra brenda, më quan tek dhoma lartë, tek dhoma që prisni nusen. Aty e takove burin? Burin e takova që kur i pa në taksi. Po më falë, po të mori, erdi bashkë me familjarët. Të priti vjerat. Gishtat me mjaltë të dera e... Unë nuk e kam bërë këta. E kanë Tiranësit. Nuk e kam bërë. Se di që dhe nga Idrinja nga Korça duhet ta bërë. Lokume. Ne ham lokume. Lokume bashkë me vjerën, gjysmën ti gjysmën vjera që ti jeni të ëmbla. Jo, nuk e kam bërë këtë gjë kështu tani. Tjetër ndonjë detaj aty? Vetëm një gjë që ne kemi qenë në 70 e ca dhe filluan të hiqeshin shumë zakone nga dasmat. Po të haroheshin, po. Jo, ndaluan, jo se ashtu. Me qose në fshat martoheshin me rroba popullore dhe me duvak, u hoq duvakun, nuk vima dhe reduktuan nëse gjëra. Dhe shkova lartë në dhomë dhe atje prisni njerëzit, këndonin vetë me tëra. Nusja që e lodhur, ulu. Do nusëroje, do takoj njerëzit që vini për vizit. Po të tërë kush shynte, kush dilte, duhet të rije në këmbë. Nusja rinte në këmbë. Dhe sa vinte darka që do shkonin... Po që do shtrojë darka. Mbas dite erdi orkestra dhe filloi muzika. Tek buri ishte me orkestër. Tek mua që me këngë lapçe. Me këngë lapçe.